E vetmja gjë që solli një lloj rezultati pozitiv, mund të themi, është që ju dhanë disa kompetenca KQ-s për të arritur që të përdori ligjin për dekriminalizimin në mënyrë pak më eficiente që të ndalojë një numër të caktuar njerëzish që cilët kishin precedent penal. Por ajo që kemi vënë re neve është që dhe opinioni publik e di tashmë, është që këta persona të cilët kanë pasur precedent janë shmangur vetë kanë dërguar delegatët e tyre nëpër institucione përfaqësuese, që do të thotë që përsëri dhe nga një matje që ne bërëm vjet përmes barometrit sigurisë për ndikimin e krimit organizuar në zgjedhje, qytetarët thonë që prezenca e krimit organizuar si në proces, si në ndikimin e rezultateve etj. Ishte pra një numër i përqindje lartë i qytetarëve thotë që ishte i lartë. Që thënë këtë, të gjitha këto janë probleme të cilat nëse ne i shohim nga pikpamja e këndvështrimit të sigurisë dhe nëse do flisnim për një reformë të sektorit sigurisë 2 dhe do të kthejmë te pika e nisjes, pra nëse kishim një reformë të sektorit sigurisë 1, që ishte çmontimi i aparaturës represive të ndërtuar në 40 vitet e komunizmit, tash kemi nevojë për një reformë të sektorit sigurisë 2, e cila ka nevojë që të rishikojë të gjitha këto aspekte që ne po flasim, nga këndvështrimi i mirëqeverisë, sepse në momentin që këto linjëzohen, për shembull nëse marrim rastin edhe të mënyrës se si filluan protestat, për shembull përmes abuzimit të një qytetari që një kompani punonjës dhe i kompanie private të sigurisë i bërën atje dhe është bërë një publike kjo, do të thotë që Policia e shtetit është përgjegjëse për licencimin dhe kontrollin e kompanive private të sigurisë. Pra përpara se për qytetarët thonë dhe shumë kanë dëgjuar analistë, kanë thënë si nuk ndërhyri policia në atë momentin aty që t'ja merrte nga duart atyre atë qytetarin etj. Por nuk kam dëgjuar diskutime për të thënë si ka mundësi për shembull që është licencuar një kompani, si ka mundësi për shembull që rregullat e procedurat operacionale, certifikatat e sigurisë etj. Rregullat etike të një kompanie të mos jenë analizuar që më përpara në mënyrë të tillë që kjo të mos pritet që të ndodhi. Pra, këto janë elemente, po përpiqem ta ilustrojmë me diçka konkrete të asaj që quhet mirëqeverisje. Pra, policia e shtetit, e cila është përgjegjëse për menaxhimin dhe tashmë sektori privat i sigurisë gati është më i madh se policia e shtetit, janë rreth 15.000-20.000 punonjës që punojnë në kompanitë private të sektorit sigurisë. Ky sektor është i rregulluar me legjislacion, ata si njerëz duhet të jenë të trajnuar, duhet që të marrin certifikata pastërtie, duhet mos kenë dënime penale etj. Dhe këtë punë duhet ta bëj policia e shtetit, por që policia e shtetit ta bëj këtë punë siç duhet, duhet që Ministria e Brendshme, që është institucioni ekzekutivit që kontrollon si rregull punën e policisë, duhet që ta bëj. As për këtë gjë nuk është se pati një debat publik. Për shembull që thoshte, okay, po Ministria e Brendshme si ka dështuar në mbikëqyrjen në kontrollin efektiv të policisë që këto kompani dhe ajo që ndodh është pikërisht ajo që si rregull në Shqipëri përdoret për matjen e suksesit, ju hoq licenca kompanisë që të nesërmen. Ju prish lokali filanit se po kështu. Pra, po kështu dhe me korrupsionin, u fut në burg filani mbasi u korruptua. Pra, pjesa më e hershme, pra qeverisja është ajo, mirëqeverisja, janë të gjitha ato veprime që bëhen, të cilat gjërat e këqija mos ndodhin. Çuditërisht dhe jo shumë e pëlqyeshme është kjo që edhe pritshmëria e opinionit publik është që të vlerësoj se a morën veprimin e dur kur gjëja ndodhi, ndërkohë që pak thuhet që ose pak përpjekje ka për të kuptuar pse këto gjëra ndodhin. Kështu që në këtë aspekt po them që një reformë e sektorit sigurisë dyshi do ishte shumë e rëndësishme sot, e cila do fuste në, si thua, në miksin e vet të diskutimit të gjitha këto pyetje dhe do thoshte ku janë dështimet në sistem, të cilat të bëjnë që ne të mos kemi këto probleme.